Një ngjarje e rëndë ka tronditur Vlorën. Një 50 vjeçar i ka dhënë fund jetës në rrethana tragjike në zonën e njohur si Gjashkaçi pranë bashkisë së Vlorës, ndërsa ngjarja ndodhi gjatë paradites. Sipas burimeve, viktima vuante prej kohësh nga probleme shëndetësore, të cilat dyshohet se e kishin rënduar ndjeshëm edhe nga ana psikologjike. Në një moment dëshpërimi ai ka ndërmarrë aktin ekstrem, duke përdorur një thik për t'i dhënë fund jetës. Forcat e rendit dhe shërbimet mjekësore kanë mbritur me njërë në vendngjarje, por 50 vjeçari kishte ndruar jetë më përpara mbritjes së tyre. Ngjarja ka shkaktuar tronditje tek banorët e zonës. Autoritetet po vijojnë hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e kësaj ngjarje, ndërsa trupi pa jetë u dërgua në morg për ekzaminime të mëtejshme mjekoligjore. Ngjarje të tilla janë bërë gjithnjë më shumë shqetësuese për shoqërinë shqiptare. Sipas të dhënave paraprake nga policia e shtetit dhe institucione të tjera, numri i rasteve të vetvrasjeve ka shënuar rritje në muajt e fundit, kryesisht si pasojë e depresionit, problemeve ekonomike dhe mungesës së mbështetjes psikologjike. Specialistët e shëndetit mendor, nga ana tjetër, bëjnë apel për më shumë vëmendje ndaj personave që shfaqin shenja ankthi, depresioni apo izolimi, duke theksuar rëndësinë e ndërhyrjes së hershme dhe mbështetjes emocionale nga familja dhe institucionet.